Jemi në librin e psalmeve, do të lexoj nga psalmi 1. Zoti ka nisur një vepër të fuqishme, vëllezër, nga ti emri të shenjtë, duke na thirrur të gjithëve për një vepër, duke na dhënë frymën e shenjtë të gjithëve, që veprën motra dhe vëllezër ta bëjë Zoti nëpërmjet frymës së shenjtë. Na nxorri nga bota, vëllezër, që të mos jemi më në botë, por na nxorri nga bota si një popull të vetin, një popull të tij, ku e udhëheq fryma e Perëndis, që asgjë nuk është nga njeriu. Dhe duhet ta shohim me vëmendje, vëllezër, aleluja, këtë thirrje të Perëndis. Se si eci, se si jam në këtë marrëdhënie të Zotit, sepse është ai që udhëheq. Nëse do jemi të vëmendshëm të dëgjojmë zërin e Perëndisë, do kemi paqe në zemrat tona. Sepse fryma e Perëndisë do bëj vepër që do Zoti. Ai tha nuk do bëni ju asgjë, s'mund të bëni dot asgjë ju, tha Zoti. Por fryma e shenjtë që do t'ju jap, motra dhe vëllezër, aleluja, që ju do ta merrni, do të jetë forcën e ju, do t'ju jap fuqi për të bërë vullnetin e Perëndis, që do të thotë njerëzore nuk mund të bëhet. Pa frymën e Perëndis nuk mund të ecë dot njeriu. Lavdia. Prandaj e lavdërojmë Zotin, vëllezër, aleluja, dhe Zoti na thotë mbushuni plot me frymën e Perëndis. Që të gjithë, motra dhe vëllezër, aleluja, të kërkojnë udhëheqje nga fryma e Perëndis. Zot, çfarë dëshiron ti të bësh? Dhe duke patur këtë marrëdhënie me fjalën e Perëndis, ne shohim edhe çfarë do Zoti, motra dhe vëllezër, sipas fjalës të Perëndis, dhe marrim fuqi në dobësitë tona, kur ne s'mundet. Fryma e shenjtë është me ne, nuk kam për t'ju braktisur, tha Zoti, por do t'jem përgjithmonë në ju. Asnjëherë Zoti nuk do të na braktisë, vëllezër. Ne falenderojmë Perëndin. Në dobësitë tona ne forcohemi, vëllezër. Ne krijojmë qëndrueshmëri. Ne shohim vullnetin e Perëndis. Në dobësitë tona ne shohim fuqinë e Perëndis. Se si Zoti vepron dhe na çliron, na jep forcë. Prandaj themi është vepër e Zotit gjithçka që ndodh në jetën tonë. Po lexoj psalmin e parë, vëllezër, dhe ta shohim me vëmendje varg pas vargu se çfarë na thot Zoti. Lum njeriu që nuk ecën sipas këshillës së të pabesëve, që nuk ndalet në rrugën e mëkatarëve dhe nuk ulet bashkë me tallësit, por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e tij. Ai do të jetë si një pemë e mbjellë gjatë brigjeve të ujit, që jep frytin e tij në stinën e tij, dhe të cilit gjethet nuk i fishken, dhe gjithçka bën do të ketë mbarësi. Të tillë nuk janë të pabesët, janë si byku që era i shpërndan. Prandaj të pabesët
nuk do të përballojnë gjykimin as mëkatarët në kuvendin e të drejtëve. Sepse Zoti njeh rrugët e të drejtëve, por rruga e të pabesëve të çon në shkatëri. Amin. Lum njeriu që nuk ecën sipas këshillës së të pabesëve. Ajo që folëm pak më përpara, vëllezër, Zoti thotë ju nxorra nga kjo botë, që ne të udhëhiqemi nga fjala e Perëndisë. Fjala e Perëndisë është ligji i të krishterët. Lum kush nuk ecën, thot motra aleluja, sipas këshillës së të pabesëve. Nuk këshillohet me, motra dhe vëllezër, me botën që e rrethon, me jo besimtarë. Këshillat i marrim, vëllezër, vetëm nëpërmjet fjalës të Perëndisë, të udhëhequr nga fryma e Perëndisë, dhe aty gjen njeriu paqen dhe kënaqësi. I lumtur është ai njeri, thot, që nuk dëgjon të pabesët. Të pabesët, motra dhe vëllezër, janë ata që nuk kanë njohur Krishtin. Duhet ta kuptojmë, motra dhe vëllezër, aleluja. Prandaj krijoi një botë, një popull tjetër të veçantë Zoti, që të udhëhiqet nga fryma e Perëndisë, që këshillat t'i marrë çfarë thot Zoti për këtë që po bëj. Dhe Zoti miraton, motra dhe vëllezër, aleluja, çdo gjë që ne bëjmë sipas vullnetit të Perëndisë. Që nuk ndalet në rrugën e mëkatarëve dhe nuk ulet bashkë me tallësit. Nuk ecën në një rrugë me mëkatarët, thotë motra dhe vëllezër. Mëkatar është ai njeri që nuk ka njohur Krishtin. Është në mëkat. Nuk ka rëndësi pozita, motra dhe vëllezër. Dituria e tij, shkolla e tij. Sepse ne udhëhiqemi nga fryma e Perëndisë në një rrugë tjetër që nuk i përket mëkatarëve. Një rrugë që hapi Jezus Krishti, vëllezër. Dhe thotë fjala e Perëndisë, ai që dëshiron të më ndjekë, të marrë kryqin e tij dhe të më ndjekë. Kryqi i tij, motra dhe vëllezër, aleluja, simbolizon vdekjen e mishit. Është kryqi i tij. Dhe të më ndjekë, të ndjekë Jezus Krishtin, motra dhe vëllezër. Përballesh me situata vazhdimisht, por duke mbajtur kryqin, motra dhe vëllezër, nuk do t'ju japësh rëndësi fyerjeve, talljeve, sharjeve, por Zoti tha, fali o atë, sepse nuk din ç'bëj. Që të ndodhë kjo duhet të marrim kryqin, motra dhe vëllezër, që të mund të themi fali se nuk din ç'bën, do fuqi. Dhe është fryma e Perëndisë, motra dhe vëllezër, që e bën këtë vepër në ne. Por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit. Lum, ai njeri që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit. Të gjesh kënaqësi, motra dhe vëllezër, aleluja, në fjalën e Perëndisë. Sepse kur gjen kënaqësi në fjalën e Perëndisë, ke bërë vullnetin e Perëndisë dhe Perëndia është në ty. Sjell kënaqësinë i krishteri nëse ti ecën sipas vullnetit të Perëndisë, sipas ligjit të Perëndisë. Dhe ligji ynë, motra dhe vëllezër, aleluja, është fjala e Perëndisë. Por mos harroni një gjë, vëllezër.
Fjala e Perëndisë nuk është ligj, mos bëj këtë, mos bëj këtë, mos bëj atë. Dhe unë në zemrën time i bëj nga frika. Fjala e Perëndisë bëhet në liri. Jemi çliruar nga mëkati që na mbante skllëvër, dhe Zoti na ka dhënë fuqinë e frymës së shenjtë që fjala e Perëndisë ta bëjmë me dashuri, vëllezër. Jo me frikë, me dashuri. Çdo gjë tani më lejohet, motra dhe vëllezër, ta bëj. Por zgjedh çfarë më intereson ta bëj. Nuk e kam pengesë, do me thënë, motra dhe vëllezër, aleluja, por unë zgjedh. Shpeshherë themi, mëkat është ajo që bëra. Mëkat është të vete atje. Mëkat është të rri kështu. Dhe njeriu, motra dhe vëllezër, zgjedh si i pëlqen Zotit që unë të ecë. Kur unë kërkoj t'i pëlqej Zotit në të gjitha gjërat, motra dhe vëllezër, aleluja, kam lënë dorën e Zotit të veprojë në mua dhe e gjej kënaqësinë në Zotin, në fjalën e Perëndisë. Sepse dua që t'i pëlqej atij. E falenderojmë Perëndin. E gjej kënaqësinë në ligjin e Zotit tim. Dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin, motra dhe vëllezër. Mendon ditë e natë mbi ligjin. Po të shohim në Veprat e Apostujve, vëllezër, kisha e parë krishtere, udhëhiqej, motra dhe vëllezër, aleluja, në zbatimin e mësimit të apostujve. Çdo gjë që dëgjonin nga fjala e Perëndisë, mendonin ditë e natë, ajo që po lexojmë, që si ta vëmë në praktikë. Si t'i shërbejmë, motra dhe vëllezër, aleluja, vëllezër dhe njerëzve. Qëndronin në lutje, motra dhe vëllezër, që është shumë e rëndësishme për të krishterët. Ora e tij e marrëdhënies me Zotin. Ora e lutjes. Nuk mjafton, motra dhe vëllezër, e ardhura jonë në kishë ditë të djegë. Por i krishteri duhet të ketë ditë për ditë këtë marrëdhënie me Zotin. Në bashkësi me njëri tjetrin ndërtohemi, motra dhe vëllezër, sepse funksionojnë dhuntit që i ka dhënë Zoti kishës të gjithëve, që janë pagzuar me frymë të shenjtë, kanë dhunti që Zoti ju ka dhënë për ndërtimin dhe për shinjtorët, motra dhe vëllezër, për përsosjen e shinjtorëve, lavdi e emrit të shenjtë. Dhe është e domosdoshme bashkësia me vëllezërit, por lutja personale, marrëdhënia ime me Zotin, në shtëpi, në dhomën e fshehtë, motra dhe vëllezër. Aty ku nuk të sheh asnjë njeri, t'i jap zemrën Zotit dhe flet me Zotin. Që është e domosdoshme, vëllezër, për çdo të krishter. Problemet më të shumta, motra dhe vëllezër, vinë sepse ne nuk kemi këtë marrëdhënie me Zotin. Dhe nuk gjejmë kënaqësi në fjalën e Perëndisë, dhe nuk shohim shpresën, motra dhe vëllezër, aleluja. Që të kemi shpresë në atë çka Zoti na ka premtuar. Sepse ndërpritet marrëdhënia ime me Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja. Kur unë jam në lutje dhe flas me Perëndinë, vjen Zoti dhe më jep përgjigje. Vjen Zoti dhe më flet me frymën e shenjtë, bija ime, biri im. Kam një plan me ty. Dhe plani i Zotit është shumë i mirë, motra dhe vëllezër. E falenderojmë Perëndinë. Më i mirë se sa çdo lloj plani që bëjmë ne. Mendimet e mia, thotë Zoti, janë shumë larg mendimeve tuaja. Por bindja në fjalën e Perëndisë, motra dhe vëllezër, që është e pëlqyer në sytë e Perëndisë, bën vullnetin e Perëndisë. Që ne të jemi
të bindur në fjalën e Perëndisë. Ai do të jetë si një pemë e mbjellë gjatë brigjeve të ujit. Ai njeri që ka këtë marrëdhënie me Perëndinë, me fjalën e Perëndisë, që lexon vazhdimisht fjalën e Perëndisë, që është i mbushur plot në frymën e Zotit. Ai është i mbushur plot me dashuri, ai është i mbushur plot me shpresë dhe ka gëzim në jetën e tij. Sepse i përgjigjet Zotit. Do jetë si një pemë e mbjellë, thotë, që jep frytin e tij në çdo stinë, motra dhe vëllezër. Do të japë fryt ai njeri që zbaton ligjin e Zotit, që qëndron besnik në fjalën e Perëndisë. Shpeshherë ne nuk i kemi këto marrëdhënie me Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja, këtë lutjen, marrëdhënien me Zotin, të folurën në frymën e Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe themi, pse jam në këtë gjendje? Pse jam i rrëzuar? Veprën, motra dhe vëllezër, e bën fryma e Perëndisë. Nëse ne ndërpresim këtë marrëdhënie me frymën e Zotit, me fjalën e Perëndisë, është shumë e vështirë, motra dhe vëllezër, aleluja, që njeriu të qëndrojë si popull i zgjedhur, popull i veçantë. Është e vështirë të qëndrosh dhe të bësh ballë botës, motra dhe vëllezër, aleluja. Nëse nuk ke fuqinë e frymës së shenjtë, s'mund t'i bësh ballë gjithë kësaj servirje që na bën djalli në këtë botë, motra dhe vëllezër. Shijohet botën, ja dhe të tjerët kështu janë, po me ata çdo bëhet, pse ata nuk e duan Zotin. E shumë shigjeta vinë në mendjen tonë. Por duke patur këtë marrëdhënie me Zotin, duke folur me Zotin në frymë, motra dhe vëllezër, dhe duke lexuar vazhdimisht fjalën e Perëndisë, fryma na zbulon rrugën tonë. Çfarë dëshiron Zoti, motra dhe vëllezër? Dhe gjejmë kënaqësi në këtë marrëdhënie me Zotin. Dishepujt që ndiqnin Jezus Krishtin, nga kjo marrëdhënie që kishin me Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja, ishin gati të flijoheshin. Jepnin jetën, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk ishin probleme, nuk ishin nevoja, por marrëdhënia me frymën e shenjtë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe bashkësia që kishin me njëri tjetrin, që ishin gjithmonë bashkë, thotë, i bënte ata, motra, aleluja, që bota që i rrethonte nuk mund, motra dhe vëllezër, të ndrynte në jetën e tyre. Prandaj thotë, ishin të ndarë. Bota ju druhej atyre. Pse? Sepse në mes tyre ishte prezenca e Zotit. Dhe të cilit gjethet nuk i fishken, dhe gjithçka bën do të ketë mbarësi. Ai njeri që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit, mendon thellë ditë e natë për të, thotë, ai njeri është i lumtur, sepse nuk ecën sipas këshillës së të pabesëve, nuk qëndron në rrugën e mëkatarit. Ai njeri do të ketë sukses, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, mbarësi në jetën e tij. Të tillë nuk janë të pabesë. Janë si byku që era i shpërndan. Të pabesët, thotë, motra dhe vëllezër, janë si byku që fryn era dhe nuk e di ku janë, motra dhe vëllezër. Nuk i gjen dot. Nuk mund ta mbledhësh dot bykun.
Kurse sprovat në jetën tonë, motra dhe vëllezër, aleluja, duke qëndruar në ligjin e Perëndisë, sjellin qëndrueshmëri. E di, motra dhe vëllezër, aleluja, që është e vështirë, sidomos në kohët e fundit, të kesh, motra dhe vëllezër, një qëndrueshmëri të tillë në këto sfida, motra dhe vëllezër, aleluja, që kalojnë. Por mos harroni, nuk është vepra e jonë. Është vepër e Zotit. Ne na duhet vetëm bindje në fjalën e Perëndisë. Për këtë arsye, ne do të shahem. Ne do të fyhemi nga njerëzit. Do shahemi, motra dhe vëllezër. Do jemi të prapambetur për ta. Do jemi si kisha me e vjetër, motra dhe vëllezër, aleluja. Por ne kemi zgjedhur këtë rrugë. Që të jemi kisha e Jezus Krishti, jo kisha moderne, motra dhe vëllezër, aleluja. Që s'ka gjë. Po jemi kisha që udhiqet nga fryma e Perëndisë, që ecën sipas fjalës të Perëndisë, dhe lumë ai njeri që do të qëndroje deri në fund. Ata thot do të shohin lavdinë e Perëndisë. Shpeshherë, motra dhe vëllezër, e dëgjojmë fjalën s'ka gjë kjo. Dhe përpiqemi të mbulojmë, përpiqemi të tolerojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, por kjo tolerancë është dëshirë mishore. S'ka gjë do të thotë më pëlqen ta bëj, që do të thotë nuk kam vdekur në mish. E nëse kam vdekur në mish, motra dhe vëllezër, nuk më bën përshtypje asnjë lloj gjëje që flasin njerëzit. Nuk i ndinjohem, por kryqin që kam marrë, motra dhe vëllezër, bën këtë vepër në mua. Fali o Atë, sepse nuk din çfarë. Prandaj të pabesët nuk do të përballojnë gjykimin. Do dalin, thotë motra dhe vëllezër, të gjithë do të gjykohen. Gjykimi ynë është sot. Sot është radha jonë, motra dhe vëllezër, sipas fjalës të Perëndisë. Nëse qëndrojmë në fjalën e Perëndisë, do të thotë ta mbajmë këtë llambë ndezur, do të thotë, motra dhe vëllezër, të kemi vaj në kandilin tonë, që kur të vijë ora e Zotit, të jemi gati për të hyrë në dasëm. E gjithë puna jonë, motra dhe vëllezër, është ta mbajmë kandilin ndezur. Të jemi gati sepse ato orë askush nuk e di. Në çdo moment, motra ime, mund të vijë Zoti. Dhe varet si do na gjejë në atë moment. Jam dritë, falë, motra dhe vëllezër, aleluja, jam plot me dashuri, jam plot i mbushur në frymën e shenjtë. Ky është kandili ndezur. Dhe do të jem gati që ajo orë të mos më zerë në befasi. Zoti na lajmëron, keni kujdes, ajo orë të mos ju zerë në befasi, se do vi pa lajmërim, motra dhe vëllezër. Sa hape mbyll syt, thot, do të vi ajo. Dhe gjithë përpjekjet tona janë, motra dhe vëllezër, qoftë lutja në shtëpi, qoftë e curia jonë, qoftë duke i thënë botës jo, kam një jetë tjetër me Zotin, bashkësi, familja është bashkësia, motra dhe vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Gjithë kjo do të më bëjë që atë ditë të jemi zgjedhur i Perëndisë. Imagjinoni, motra dhe vëllezër, sikur të ndodhë rrëmbimi i kishës sot. E shkoni ndonjëherë ndërmend, sot do vi Zoti të marrë kishën. Ku do jem? Çfarë kam në zemër? Jam plot në frymën e Zotit? Kam paqe? Kam dashuri?
Duam njëri tjetrin, motra dhe vëllezër, aleluja. Lavdërojmë Zotin, sepse nëse nuk kam, motra dhe vëllezër, këto gjëra, do të beten këtu. Për çfarë do më marr Zoti kur unë brenda vetes time, zemrës time, jam i mbushur me urrejtje? Për çfarë do më ngjit Zoti lart në qiell, motra dhe vëllezër? Kur fryma e shenjtë është dashuri. Ku ta shikojmë, motra dhe vëllezër, prezencën e Zotit në ty? Frymën e shenjtë që ti ke. Ku ta shikojmë, motra dhe vëllezër, aleluja? Do ta shikojmë në jetën tënde. Ndryshimin që ka bërë në jetën tënde Zoti, motra ime, vëlla im, aleluja. Jam plot me dashuri. I dua dhe ata që nuk më duan. Lavdëroj Zotin, motra dhe vëllezër, për bashkësinë që më ka dhënë Zoti. Lutem për vëllezërit. Ju qëndroj pranë, motra dhe vëllezër, në nevojë. Dhe Zoti do vi të marrë kishën sot. Kjo është frika dhe dridhja jonë, motra dhe vëllezër. Si jam unë sot në marrëdhënie me Perëndin? Kështu duhet jetë esuria ime çdo ditë në marrëdhënie me Zotin. Që të mund, motra dhe vëllezër, që ajo orë të mos më zërë në befasi, sepse ky është qëllimi i ardhjes tonë, i zgjedhjes tonë, që aty ku jam mund të jeni dhe ju. Të keni jetë të përjetshme, thotë Zoti. Jemi gati? Lavdia e të shajtë, vëllezër, aleluja. Zoti ka nisur një vepër dhe do ta bëj këtë vepër me të gjithë ata që duan, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse Zoti njeh rrugët e të drejtëve, Zoti ka në kontroll jetën tonë, gjithçka, motra dhe vëllezër, aleluja. Ka në kontroll që do të thotë di gjithçka bëjmë ne. Po jo ka në kontroll, motra dhe vëllezër, që nëse s'duam ne, ai të na shpjerë me zor. Nuk është kontroll. Në kontroll do të thotë ne na shikon Zoti çdo vepër tonë. Ka çdo gjë në kontroll, motra dhe vëllezër. Nëse ne kërkojmë ndihmën Zotit për dobësitë tona, ai vepron në ne. Se i di Zoti dobësitë tona, lavdia e më të shajtë. Kjo është vepër e Perëndisë. Ju s'mund të bëni dot asgjë. Dhe kur ti kërkon ndihmë Zotit, Zoti vepron dhe bën vepër. Në dobësitë tona duket fuqia e Perëndisë. Se si vepron Zoti për të marrë lavdi Perëndia. Kush ka mëkatuar, e pyetën Jezus Krishti. Që ky është i verdhë. Ky apo familja e tij? Kush mund ta imagjinonte, motra dhe vëllezër, përgjigjen që Jezus Krishti ju dha aty? Ata dinin që kush ka shkelur ligjin, kush ka mëkatuar, ndëshkohet. O kanë mëkatuar prindrit që fëmia e tij është i verbër, o ka mëkatuar ky dhe është i verbër. Po kush e di, motra dhe vëllezër, të vërtetën? Zoti ju tha, as prindrit e këtij, as ky. Po pse është kjo situatë? Po pse është kjo gjendje në ky, motra dhe vëllezër? Që të dëftehet fuqia e Perëndisë në ta. Që ne të shohim fuqinë e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Zakaria, motra dhe vëllezër, ishte një njeri që besonte në Zotin i zgjedhur, falenderojmë Perëndin, dhe kishte një problem të madh me të shoqët. Nuk kishin fëmijë. Lavdëronin Perëndin, adhuronin Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja. Por nuk kishin një fëmijë. Kush e kishte fajin, motra dhe vëllezër, aleluja? Po Zoti kishte një plan me Zakaria. Sepse nëpërmjet tyre, motra dhe vëllezër, aleluja, në pambullësinë e tyre, në pleqërinë e tyre, Zoti do sillte gjumë.
Ai do t'i ishte motra dhe zëri i Zotit që vërtet në shkretë të tjerë. Që do të përgatiste rrugën e Zotit. Ai do t'i ishte profeti mi madh i korave, motra dhe vëllezër, aleluja. Kush mund ta dinte? Askush. Askush nuk mund t'i gjykojë dot tjetrin për gjendjen, motra dhe vëllezër. Sepse ne nuk e dimë planin e Perëndis. Prandaj thot Zoti, mos u bëni gjykatës, sepse ne nuk dimë çfarë plan ka Zoti. Por duajmë njëri tjetrin dhe adhuroni Perëndin. Lavdi. Ku është Zoti? Unë në kishë, unë Zot thres, motra dhe vëllezër, aleluja. Pse Zoti nuk ma plotson këtë dëshirë? Sepse është plani i Perëndis. Shumë dëshira kishim më përpara, motra dhe vëllezër, por nuk u realizuan. Zoti kishte një plan për ne. Dhe sot them me plot gojë, motra dhe vëllezër, aleluja, falenderoj Perëndin për planin që kishte për mua. Falenderoj Zotin sepse planet e mia, motra dhe vëllezër, mund të ishin shkatërim. Shkatërimi i familjes time, shkatërimi i jetës time. Por Zoti shikonte shumë lart. Zoti kishte një plan tjetër. Unë bërtisnja, thrisnja, ku ka Zot, ku është Zoti, pse të ndodhin këto në jetën time, pse të më kthej në mua. E shumë gjëra, motra dhe vëllezër, aleluja. Por tani që shikoj se si vepronte Zoti në jetën time, them lavdi Perëndisë. Zoti kishte një plan në jetën time, një plan shumë të mirë, motra dhe vëllezër. Ti je bie Perëndisë, ti je biri Perëndisë. E lere dorën e Zotit të veproj në jetën tënde dhe të shohësh vërtet planin që ka Perëndia dhe të japësh lavdi Perëndisë. E falenderoj. Zoti ta bekoj.